Sezoni i Krishtlindjeve tradicionalisht filloi në Helsinki me hapjen e rrugës së Krishtlindjeve, e cila zhvillohet këtë vit më 22 nëntor. Dritat ikonike të Krishtlindjeve të Aleksanderin Katu, një pikë referimi i hapjes së sezonit. Parada e hapjes së Krishtlindjeve në Helsinki paraqet personazhe të shumta të gëzuar, kafshë dhe grupe vallëzimi. Parada drejtohet nga kryetari i bashkisë dhe përfshin gjithashtu vizitorin më të pritur nga Korvatunturi, Baba Gjyshin. Kesku Katu do të transformohet në rrugën e bamirësisë, duke përfshirë disa organizata bamirësie. Njerëzit mund të japin donacione për familjet në nevojë.